Mu më kanë mbyll direkt unë dhomë më shtin dorë ai. Unë isha fëmijë, në 13 vjet I kam pas. Ish vjera jeme, ka dashnor për vete. Ata s'kan brek më val për shprem, s'kan brek më byth. Unë për Lucianën kam dalë rruga shudeta. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Sloveni, do të hap dritaren për Marsildën, nënën e Lucianës, një 13 vjeçare e cila vetëm përpara disa ditëve ka qenë këtu në live me Odetën nga Slovenia dhe ajo dhe kërkonte të ribashkohej me babain e saj, Arjan Kallo, ku ky I fundit bëri një denoncim këtu në live me Odetën se ish bashortja I pengonte takimet me vajzën dhe rrëfeu dhe momente prekse se si e kishte njohur vajzën pas 13 viteve. Për të rikujtuar momentin kur Arjani nga Shqipëria ishte live me Odetën dhe njëkohësisht u fut edhe vajza e tij live nga Slovenia, dua t'I jap këtë klip të shkurtër dhe rikthehemi. Ajo më ka qenë, unë se një fjala botën time. Wow. Edhe unë porria me shpreset e Zotit që Luciana, goca ime, do vi do më kërkoj piteta. Edhe pyete Luciana, filani, e ti po ti kush jem sa mu? Wow. Aty mu shtë ndodhë sy. Po jam babi jo, thaj, edhe në fillove të qajtës. Momenti kër u lidhët për herë të parë në TikTok. Po. Pas afro 10 viteve, sa I bie, 12 viteve. 12 vite. Sa ka qenë 2 vjeç kur iku. Nuk me besoj shte. Edhe las nuk po më besoj. Që është vajza juaj dhe është rritur kaq shumë. Asë që po më tregon vetëm du të vike ty të kam po të vdekur më thamu. Për majtë si shërbetore aty tani ajo, po shëp dismit asaj, ti se takon të vajzët, ku bëhet 18 vjeç e thënë, edhe do të takosh. Gota nuk është këtu në Shqipëri. Vajza ku jeton? Jeton në Sloveni e kanë qenë. Po pse nuk je e lumtur me nënën tënde? Nga që pungon edhe babi tani. Nga që edhe pun përdorin me majt vajzën këto gjonat kështu. Dhe ti nuk je e lumtur se të japin punë në shtëpi? Po, edhe kështu edhe babi mungon çdo ditë. Të mungon dhe babi? Po. Kush të pengon më së shumti? Mami dhe njeku. Çfarë të thonë? Mos fol me te, duro derisa ti bësh 18 vjet. Po I bërtasin parësia jo nuk tregon edhe ka frikë. Prana, edhe I thash unë mos ke frikë, I thash unë shprehu që ke me thonë. Unë kam dëshirë me I fol me I sjaru asaj dhe gocët që mos jetë akoma me angst me stres, po I marrë gjithë tu mrena. Nuk shprehet kollaja, I them që të shprehet, edhe vash po shprehet. Desha me thonë asaj, për shembull mos më ndalo gocë, vit rridhe me mu, që dëshira këto gocë, unë do ja plotësoj, pak ke ty, pak ke mu. I dëgjuam këto momente ku babai foli së bashku me vajzën dhe kërkonin që të bashkoheshin dhe të jetonin së bashku dhe vajza nuk donte të jetonte më me nënën e saj dhe me njerkun në Sloveni. Marsilda, nëna e Lucianës, sigurisht është prekur dhe kërkon sot të reagoj dhe të jetë këtu në live me Odetën dhe për të na treguar nëse vajza është bashkuar apo jo me babain. Kështu që hap dritaren dhe ftoj me njëherë Marsildën. Marsilda, përshëndetje! Përshëndetje zemër, përshëndetje. Ç'është jeti, a je mirë? Mirë, faleminderit. Vajza si ke? Mirë, alhamdulillah, mirë. I ti? Mirë. Ju jeni ish nusja e Arjan Kallos? Po, bash. E pe kur ja ishte live me mua? Po, o me thamë drejtën, pardje e kam shiku se vllai ma ka dërgu, edhe se kam ditë hiqës, nuk e kam pas haberin hiq, edhe me thamë drejtën se më ka ardhë kështu. Ajo që u ka dash tuna me ju drejtu emisione, me bërë shumë sene, u ka dash me kanuna, jo ata, kupton? Edhe për këtë që unë për Luciana kam bërë gjithçka, unë jam një nanë që kam sakrifiku për atë, derisa kam bërë tash I ban 13 vjeçë, janë në ngusht, me 9 ngusht, jo 14 vjeçë që ka fol baba vetë se ai është nga që ka pi shumë drog, edhe ai nuk din as kur është martu, edhe nuk e din edhe kur sa vjet I ka fëmia vet. Apo më kupton? Por pse ju sa vite që ndruat bashkë të martuar?
Una 12 vjet i kam pas kum kanë marr. Nuk i kam pas 14 vjet që shka fol ai. Sa vjeç ke qenë ti kur je martuar? 12-13 vjet i kam bota ai. Ua, ka që vogël. Po, aman me thanë drejtën, kjo ka qenë adi, babi jem, ka më fol, adi që shëtsojnë, ka më fol një, me, si... Blesëri. Po, më falë që ne jemi pak... Jeton Sloveni për disa vitesh. Ka më fol si në fillim, adi, prindrit e mi me prindrit atita, ka ra dakord me atë fjallën që ky kanë pas net të Greqi këta, nuk kanë pas net në Elbasan, edhe për mua derisa ti mosh 18 vjeç, sa të mosh moshe, jo për me marrë mu 12 vjeqe. Edhe una as nuk më kanë prit për shembull më bota 18 vjet. Nana vet me gjithë këtene ma ka mush menjen, e ka pru nga Greqia djalin e vet. Edhe ajde se takona të sheshi, edhe vetëm ka fut makinë, atëherë kum kanë marrë, më kanë qenë në Elbasan, kanë qenë shumë disa sene që jo ato që kanë fol ata, nuk janë hiq ato që kanë fol ata për mua. Edhe përkundrazi, nana ati që ka fol për mua, ata më kanë marrë fëmijë mua, edhe më kanë keq përdor si sklav. Jo ai që ka fol për vajzën time që unë e kam marrë për me përdor. Luciana si ka mungu asnjë gjallë, dhe unë këtu i kam krejt kushtet, nuk kam nevojë me përdor vajzën time për sklav, a di? Ose me përdor me atë mënyrë që ka fol ajina. I dashur, Marsida, shkove nuse 12 vjeç, si ka qenë jeta jote? Jeta jeme të merë. Pse, a ishte përdorusi i drogët, drograve të ndryshme? Po, ona nuk e kam dit, edhe kur mua më ka marrë me rëmbim të ta folim kështu, në fillim është bë me krejt me mirë kuptim me krejta, më kanë vu vetëm një onazë në gishtë me qenë e zanum, ne thëmë e në zanë, desa të mush 18 vjetë, jo ashtu që shka fola jo e dvarfu me jo kështie, jo ka vjedh dukatin ten Florit, ato nuk janë iq realiteti, a që shka thënë, unë kam dal me lyp, le dalin një njeri që të thojnë, unë kam dal e kam kërku me fëmin teme, jo, nuk ashtë e vërtet. Nuk është e vërtet ashtu që shka fola i edhe mas një muj që ka thënë është martua janë. Këta nuk janë ishtë sakta që ka fola ine. Unë jam aja të ashti që me bëj misionin për atene. Unë a i që unë kam dash, unë e kam thënë, ishtë ti nuk je burë. Unë e kam marrë gocën, edhe jo një vjeqë gjysë që ka thënë a i 2 vjetë e kam rrituna. Unë një javë ka qenë goca ime, unë e kam hik për atymve që më ka rafë edhe vjera dhe ine, të 2 bashkë më ka rafë. Wow, po për çfarë të dhunuan? Vjera jeme më thote mua, ja ka pas një dashur vjera jeme në Elbasan, ma përzit edhe burin, edhe unë ma shumë kam net pa burë se sa me burë në shpi. Aja i përzit në Greqi shkoni, që kjo i qiste djemt me vjedh në Greqi, a di? I qiste me vjedh në përshpia me djemt. Të 2 djemt. Edhe burin e qote, a di që dilshin në përkisha me lypa, a di? Por ty pse të jo për mua. Edhe duhet që të them që ajo e përzejte burin tem, për shkak që aja ka pas dashur vetëm i zhvjera jeme, edhe mu më thote, unë ta qaj gojen ty nëse ti do folesh e më rifte. Pse unë isha fmi, në 13 vjet i kam pas. Edhe unë isha e detyruar me bërë mësë me ujo, i thosha nan, adi, i thosha nan, i thosha jo nan nuk më interesohet mua. I thosha po mirë ti babin përzej, adi le tikin babit punojnë, po mu pse ma përzem burin. A kupton? Ajo në qa burri, a i ka qenë një drogum, shkojnë, verifikoje, ti them shtetit të në shko, baja analiza, që ditën që jem ka marrë muaj, e derëm sot aja është përdoros droge. Edhe gruja, vetëm vete tine, ku e ke grun? Që si ka net gruja me 3 fëmija, ka lanë fëmijët edhe i ka hikë edhe gruja tjetër, a i nuk është për gru. Ai nuk është familjar. Edhe unë kam pranu që me marrë gocën time, edhe pse kam qenë një moshë e vogël 14 vjeqe, kur kam ik, unë 14 vjeqe me thënë drejt, 14, pak se vajza jem 13 vjet i ka. Sot 28 vjet i kam zemër. Ju 2 vite keni jetuar me Arjanin? Una i bie 13 vjet i kam bë aina, 14 vjeqe kam bë gocën, 14 vjeqe gjys. Dhe je larguar çfarë moshe nga shtëpia ti? 14 vjeqe gjys, vetëm sa kam linë gocën, një javë që ka pas goca që kam ik. 1 vit e pak muaj ke qëndruar me Arjanin si grua dhe je larguar.
Por çfarë ndodhi? Domethënë që ti vendose të ikje një fëmijë që Una e njohin krejt kush është ish vjera jeme, aja i rref nuset, i keq përdor nuset e veta, se aja ka dashnor për vete. Ju ikët se ju rrinte vjera apo kishte Vjera dhe burri, të dy bashkë mrifshin. Kjo ne më thote mu natën një vite djali ish burri jam vite vonë, edhe më thote mu shkom i dhe djerën si mu më mrav burri jam, edhe më thote shkom i dhe portën, edhe a i ka që vite vonë i drogum, edhe ka përcete gardin, edhe vite mrifte, mrifte, pse unë jam ju të qaportën, unë i thosha mami më ka thënë, a di, edhe a i mrifte, derisa kam linë gocën, kam duru 7 zanë, kam të merë, unë kam po me ata, edhe thosha mos i shkoj babit 7 zanë, se ne mentalitetin ti e di si që kina Shqipëri, mi shku babes me linë të baba, a di, me shku 7 zanë, edhe kam duru kur familja em nuk e di që kam vujtu nga nga ata. Kur se kanë ditë. Unë kur babin tem se kam thirë, e që shka thëna i nana jeme, unë sa martes kam po nana jem vetëm 2 herë ma ka shkel derën mua atje, që kanë thëna atëne i ka vjell florit, që shka i vol për mua, edhe ja ka quna në zveta, ja nuk ka shtiq. Ato s'kajnë breg më valë për shprem, s'kajnë breg më bëth, a di që thuet asaja, edhe do t'i kisha marrë una florit, po, një unaz që mu ma kajnë vu për ngisht, për e zanme, edhe atë unazën, kur i kam kuna kum kanë raf sa kam lin vajzën një javë që kam qenë, u që vjeri më thap që unë sa kisha lingocën kam qenë e qepme, edhe u që vjeri thot që ka kja nusja që hec ashtu, edhe më vetëm jam mydhën dhomë edhe kam fillu të qajt, se nuk është fjale mirë që më tham vjeri që unë një javë kam që kam lina, kupton? Edhe vjen burri jam, sa mu pse po qanë, hajtme se sa është gjaja madhe, edhe vjera nuk është gjaja madhe. Edhe burri jam, vetëm që u qotën vitën 2-3 natës, që u për gjumi se du buka dhe më rifte. Vjera jeme më thote mos e hap gojen ti, që u pastro me lavatriqen shpi, vjera jeme që bate, la i tishat me dorë, më thote, unë a fmi për vete. La i me dorë, mos me ardë dritat. Por pse nuk kërko vendim tek nëna dhe babai? Una nuk kam kërku me thëmë drejten, sepse ne kina, si thuet, mu në kumorën me rëmbim, vjera jeme, nuk më ka thënë vetëm do bëm një shëtitje, i ka thënë e ka mësu djalin e vetë, sa i ka qenë ma i malë se mua. Atëherë i ka pas ai 18-19 vjetë, ka qenë ma i malë se una. Ma shumë si ka 18-19 vjeç diçka e tillë, po ma i vogël s'ka qenë. Ai nuk ka qenë minoren, që të thush ti ka pas 15-16 vjeç që ka rrejt aty. Ai ka qenë ma i madh se mua. Po. Edhe mua veç më ka thënë që do bën vetëm një shëtitje, mua më ka pru në Elbasan, edhe ku më kanë fëqu në Elbasan, mu më kanë myll direkt të ndho me më shtin dorë ai. Edhe mua ku kam hik në Elbasan, vjera jeme, ka qenë atyne, edhe ishin mush krejt që e kanë kështu këta, me mush me njerëz, edhe mua më thote, ke që nana, nëse vjen policia kështu, ti thuj e du burrin teme, leje djalin, unë se leisha me më shtim në dorë, që isha fmi, edhe i thosha jo, babi, mami, e rrisha qasha, di? Edhe thosha jo, s'du me angër babin bes, që unë i kam thënë 18 vjetë, di? Por babi jo dhe nëna juaj si reagoi kur ata të morën dhe të çuan në Elbasan? Po, babi jam nuk ka dash mua me më fol mua, pse una e ka mongër më bes me atë fjale. A di? Se babi jam ka thënë që fjala ka qenë se 18 vjeç ti me hikte burri jote. Edhe babi jam ka shku këta thonë që ne nuk e bëjmë nuse, po su pajtu marsi me babën e vet, a di? Por çfarë ndodhi? Këta më kanë bë dhe nuse këta mu. A, ke vënë velo? Po, më kanë bë dhe dasëm aty në borë, më kanë bë nuse. Babi jem nuk ka dasht, edhe pse babi jem gati 1 muj, 2 muj, diçka e tillë, mos ati që ka kohë, edhe unë jam kam fëmi, 1 muj, 2 muj, diçka e tillë, që nuk ka fol me mua. Nuk u pajtote, edhe pse i kanë fol njerëzit, motra, njerëz e tjerë që aja ka qenë fëmi, çdo kush gabon, a kupton? E ka marrë të shtillë, pse babi jam ka një kokë, si thuhet, i do gjanat, a di ku thot, i ka gjanat e preta, edhe pse jo vladi ati sa i na ka rrit me gjak trupin neve, ne jemi 4 fëmijë.
Pas sa Edhe kohësh? pse Pas sa kohësh u bashkove me babain dhe ai të fali? po, edhe pastaj kena ato kanë bë dasu. Po. Kanë bë dasu. Edhe shumë mirë. Në fillim ka qenë shumë gjithçka një javë ma shumë jo, mu i mjalti thëjmë, ne ka qenë aja, një javë, edhe pastaj një javë ka net burrija me mua, edhe pastaj ka hikë në Greqi, e ka përzan vjera jem, unë kam net vetëm me vjerën, edhe nga vjera të merë kam pas, aja është të merë i Zotit, unë e kam pas si vend burë, 2 burra kam pas në shtëpi, unë jam kam fëmijë, edhe për këte unë nuk jam anku kur të babi jem, të mami jem. E dashur Marsida, çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose të merrje vajzën, Lucianën, dhe të ikje te babi dhe tek nëna? Po, ashkan qym si i bie. Ashkan gjithë dita gjatë, i na qunë sabah e krejta, edhe më thot mu vjera jeme, që shku një gjymat e stufës, ajo që nxenë. Që shkuni? Dhe i thash una ma vonë se ona sa kisha linë, a di? Sa kisha linë, edhe i thash una, edhe sa ta nezë dhe sa janë nxehta, i thash, janë nxehta që e kishim nesë për qikës vogël, a di që ka qenë... Edhe ajo që ata tjerë s'kajnë pas as nisën, vetëm i fuqë nesën aty gatushin, a kupton? I qartë. Edhe ishin nxehta, i thash, jo, tashim sot mua ti tashi kemi marrë dhe kemi shkun. I kap të senet me i natë me mua, se unë jam kam fëmi, apet mos me kështu, edhe i ka marrë gjymat, tu i nxjerë për jashtë, dhe i thash, aja është e rëndë, tu nuk mune me e kap, a di? Ate peshë rëndë, tash për me nxjerë për jashtë. Edhe më thot mua, ti ke me e marrë, më thot mua, ose për ndryshit ti fus ata gjymat për kryje. Se unë la për ish burrit tem e kam vetlën e qame e kam, që më ka gjujt me pijat. Edhe du të them që kja u që vetëm që i thashu nuk mune me e kap, ti ke me e kap, më tha. Vjera, ti ke me e kap. Oke, aja qa bani vetëm ka marrë gjymat, ati ata që vejen, që shi thoni, ne i them gjyma në... Tubat e sobës. Po, tubat i thëmë. Po. Ashtu, vetëm ma ka fut vjera e me mësa ba mua, kështu mrapa. Edhe unë apet, risha të qaj, të fut qanë dhomë, edhe goca një javë, 5 ditë, 6 ditë kam pas që e kisha linë, edhe i thosha, jo, goca, di shkusha vrat poshe si një nanë mua se isha ba, edhe le, qanë goca, pastro më thote, a kupton? Pastro. Oke, edhe mu më dhim të shpirti për gocën e vogël, edhe veç e më pavi mu që vrapova që i hika të goca, edhe më ka më shkun vjera e mu si ata, disi kështu, edhe ti tha do një gjësh mua, ku të them le gocën. Edhe më tham drejten nuk durova, ma, edhe sa prita që ato hikshin pazar. Po burri, ishte atë kohë në Shqipëri? Kur ndodhi? Po, a ishte të u bagati që merreshin hikshin a për fshata, a di kështu, në shit, Po me batrektim. kur të dhunonte vjera, a i si reagonte? Edhe a i më rifte, bashkë me nënën e vetë, thote vjera jem kja s'merë vesh, kja ka krytjen e fort. Pra ti e kish trajtuar në atë familje? Po, shumë jam kanë, edhe kur familjes tem nuk i kam thënë. Edhe tem drejten kur i kam ikë, ata sa ka na portën që ka nikun sa bab, una ka marrë vajzën e vogël, që vajza i ka pas... Edhe kam prej se derisa t'ikin ato. Unë jam kanë kur si kam ditë ata rrugë, vetëm kam marrë vajzën, as kam marrë as një sen, as një paj brek për vete, s'kam dalë për asaj shtëpie. Që ata kanë thënë jo Florije, jo sene. Edhe una vetëm unazën që ma kanë vu në fillim mua ndorë. Edhe sa kam shku, sa kam kalu derën ma nena, kam shiku një taksi gjithë që unë s'kam dit as një sen, s'kam pas as një sen. Vetëm i kam thënë taksi gjithë, lutëm ka po me një fëmi të vogër, më thotë e ke motor, jo i thash është fëmia jem, lutëm i thash a po më qonë për lejë se s'di as të rrugat, as i s'thënë. Edhe thash lutëm shiko si për fëmin tana, a di kështu i kam thënë. Edhe kur aine, nuk më qovi mua për lejsh, vetë ma ka marru naze, më ka qëtë e fogonat, aty, ku jam për Tiranë. Edhe atit vetëm i ka dhënë lek për rrugë vetëm më që për Tiranë, aje ka majtu nazën, mos më las një sen, edhe unë vetëm më kalan në Tiranë aine, unë të qajt, është
një burrë dhe një gru ka qenë aty në fugon, më ka shiku tu kaj gjithë rrugën me një fëmijë, edhe ja tregoj historinë time. Edhe ashoja gruaja më ka dhënë 50.000 lekë me gjithë burrë të vetin, edhe më ka thënë ne të çojmë deri ku janë ato buzat e fugonat për Lezhë. A di që më kanë lënë te fugonat e Elbasanit, a di që janë Tiranë. Edhe unë s'di, thosha s'di as rrugat as i gjaj kam mikë, se unë keq trajtohem nga vera edhe nga burri. Edhe kjo burri edhe kjo gruaja s'kanë pas fëmijë, edhe ata tregojnë se 18 vjet munona për me pas fëmijë në skena, a di? Edhe i erdhi keq për mua, edhe më tha po më vjen shumë keq për ty. Edhe a muna më shumë me bë për ty, a di? Ju i thash vetëm duhet që ti te mamit e babit, se ata s'din asnjë sen për mua, se unë si kisha lajmëruar prindrit e mia. Vetëm jam futa fugonat dhe jam shku në Lezhë. Edhe kam marrë taksi për aty te fugonat e ne. Edhe jam shku aty poshtë pallatit, vetëm kam thirrë nanën time, o mama, edhe motra jeme me gjithë një kushëri time ka ndalë në balkon që se ka ditë, a di, është zoni Marsit kje që po thrit. E kom kaj po me fmi, po ti, edhe ja kam nis vetëm, sa kam i mrena, ja kam nis të kaj. Që ka nëllë më thot nana jeme. I thash nanës teme, una, me sot i thash una, ma mirë kërkoj që ma mirë dal kur rruga shkështu jo kam shprej, una mata ja shpi nuk shkoj ma. Qështu jo kam shprej. E kurse, ata se dishin që unë kam hikë. Ish vera jeme, as ish burri jem, se ka ndi që unë kam shku. Edhe kurse baba jem, nuk e diti se s'kisht ardhë akoma. Nana jeme e merë babin edhe i thot që kështu ka ardhë Marsi. Qysh ka ardhë? A me kën ka ardhë me burë të vete? Në jo, ka ardhë, ka hikë prej atymve. Pse ka hikë se ata s'ka ndi tas një gjotë që qa e iki una. Edhe qysh ka ardhë vetëm? Babi jam, e ka marrë atë, i ka thënë, kome si e mirë, lokati, ka folë të manë. Edhe i ka thënë, babi, vajzën e kin Lezhë. Jo, thë, nusja në shpi. Jo, i ka thënë, babi jam. Unë s'kam folë hiq ma ta, babi jam ka folë jo si ajo që ka thënë, unë e kam thirë në telefon. Se kam lejmë, babi jam i ka thënë se goca ka ardhë, edhe si janë senet, vetëm ju i dini, unë s'di, as kam ardhë me e maruna, edhe ju e dini sene që qa ka nëllë mes jush, i ka thënë babi jam. Jo, qysh ka hik anë e këtina, si ka hik nusja, se di si ka hik, edhe ti duesh me ardhë këtu, i tha babi, me diskutu këta senet, se që i keni ba fëmi që më ka marrë 3 fëmija, ka arë me një co fëmi të vogël. Se sa shte letra me marrë rrugën nga Elbasani, ma arë me një co fëmi këtu të unë, i ka thënë babi. Dhe që ndodhi më pas? Që ka ba, ka ardhë. Ka ardhë aty, unë babit e me i kam thënë vetëm kështu. Una bëj gjithë shka, i kam thënë, a më pranon ti mu si fëmija, nuk më pranon, unë mata i burë nuk shkoj. Edhe pse ka rejta jena që më unë jam këthy apet, unë s'jam këthy ma. A di që ka thënë aja, unë e ka marrë për hirtë fëmisë dhe jam këthy, a kupton? E qartë. Po, edhe una kam hik për atymve vetë me vajzën, edhe ata kanë arë për me diskutu, edhe vera jam ka fillu të qaj, të bak kështu para babitem, i kam thënë, mos më kthejt zemë, se di unë që kam hekuna për jasaja, kja i thashuna, ti majnë senet e veta, dashnort e veta që ka atje, jo me më këq përdor mua, me ma majtë mua atene, ti my dhe gojen, vetëm të majtë me presion, a di? Una i kam thënë, unë nuk kam as burë, as kërkan atje, pse me nejt, edhe una i kam thënë fëmin, una nuk e lejoj me ma marë mua ta. Edhe i ka thënë aja babit le që të sojnë të nusja. A kupton, më kanë lënë për një farkuar, ata kanë menu që una pet kthejem të ata. Edhe me thamë drejten o dita, para mas 2 jave që unë kam ndau prej atia, që nuk shkova ma, ata kanë menu që unë të rikthejem. Një kushurina jeme ka pas fol me një djallë, me dashurën e vetë, edhe me një kushurinin ati djallit, edhe jo kam shprej kështu, i kam thënë, nëse ke motra, mund është me ba diçka për mua. Edhe këtë djalli ka qenë nga Fushkruja. Edhe i kam thënë vetëm ti, mund është me edit këte edhe unë edhe zotin nalt. Edhe a mund ma bësh të shësi me një mu motrën tane. Po motrën ka thënë, folë edhe kjo ka qenë njeri martun, ky djali, edhe ka pas një djali.
nga martesa parë, edhe fol, edhe tha unë të kuptoj, tha pse a di edhe ti ke pas faktësi, edhe unë kam pas faktësi, a di njëtë edhe çdo kush mund të ndihmoj fol lirshëm. Edhe thash jam unë është më ushtiri, thash, si ata mos më kërku ma, që ato kur ta din që unë kam gabu, unë nuk shkoj ma ata. Kështu kam vepru unë, Odeta. Ju lute një personi që të bëjë si i dashuri juaj që ti mos vjen. Po, sikur unë jam martu, po. Edhe si unë mos më shku ma ata. Edhe ato morën vesh, unë e bona këtë vetëm u lajmërua, di. Vetëm u marrë vesh se unë kam gabu, edhe unë mos më shku ma ata, se ata mashin shpresa që unë kthehem apet. Edhe unë e bona këtë Odeta vetëm që ata mos më kërku ma. E dashur Marsilda, por çfarë ndodhi? Pse ja pengove vajzën? E kuptoj, ti nuk doje më të ktheshe tek ai. Una si çdo nan, Odeta, ku kanë ardhur këta, ku kanë ardhur këta atje në Fushkruj, kanë ardhur te ky djali me polici. Vetëm ky djali edhe unë e kena ditë këtë. Edhe a e di Odeta se familja atit e kanë ditë krejt që unë jam kanë me të vërtet, nëse atit më kanë trajtu mirë, edhe gocën teme, unë vetëm një javë kam në të shtëpia atita. Edhe kanë ditë krejt që unë jam martu. Edhe çka kanë bërë këto, më kanë ardhur me fugën policisë mua atje. Edhe kanë thënë që mua kanë martu familja vetë nusën, edhe vajzën, edhe i kam thënë unë aktita, ti vetëm s'ke me fol, unë merrem krejta, dhe pse kanë ardhur deri tonë me polici, unë kena shku te policia, edhe unë atita kam thënë kështu. Unë një babe, si çdo nan e mbron fëmin e vetë dhe vetën e vetë. Edhe pse unë jam kanë e vogël, po kam kuptu shumë Odeta. Jam kanë, si thuhet jeta, si thuhet dasprova që ti i ban, ti rritesh para kohe. Edhe unë i thash te policia atje, i thash, unë ma parë, tash e mësë dhe vetën teme, edhe fëmin, unë një bab drogash, nuk ja jap fëmin tem, nuk ja jap një bab i drogum, ku mua ka keq përdor, mua, edhe qa mundi t'i bajnë fëmis teme? Ai nuk është në gjeni për fëmin tem. Edhe unë i kam thënë policisë, unë e kam pas edhe me gjitë qiken, atë që normal ati 3 javë që ka qenë, aq ka shku situata jeme, 3 javë, se një javë që kështu 2 javë, mas 2 javë unë këtë budallike kam bë. Edhe kena shku te policia, edhe krejt policia i ka thënë ti s'ke drejt, mi afru as nanës, as fëmis, derisa ti moshin fëmijët 18 vjetë. Por gjithsesi, ai ka ardhur e ka kërkuar vajzën? Odeta, ai kur nuk ka qenë interesuar për çikën teme. A di pse? Kur unë apet Odeta, kur i ka bë çika usmura, jo i ka pas 2 muaj pak, diçka, edhe goca ka vujt ka veshkat, a di? Luciana ka vujt, edhe normal neve nuk kena qenë mirë nga ekonomia, ditë e babi, baba jam ashtu merret me ushqim peshit me kështu, po ka qenë gjakon e trupit për neve na ka rrit me faqe të bardhë, edhe nuk na ka bë kërkush me gisht, me atë kuptimin që ne na ka rrit me respekt e me ditë sene që e kur e kina venin, edhe çdo sen. Edhe atita babi jem më thot se ky, si thuhet, ish burria. Odeta, una kur isha te policia e krejta në rregull, i thot policia ti s'ke mu afro ma te ky fëmija. Kur vajza po rritej, sigurisht ajo të ka pyetur për babain. Jo, shipe, e kishin temën zemër, kur goca ime i ka pas 2 muaj edhe e kena qenë spital. Una prap kërkova kontakt për atita, e thira Odeta, edhe i kallzoj për smundjen e gocës, edhe a e din Odeta që shumë tha, Okej, ai ka qenë në Shkodër, ka qenë të shit, edhe tha, erdhi e shikovi me gjithë një vllat vetin, që e ka prej babes vet. Erdhi e shikovi gocën, ti nxesh familjes teme. Them drejtën. Ka ardhur vetëm atëherë ku i ka pas vajza 2 muaj, ai më nuk kështu. Vetëm e ka pa, po Odeta as 1.000 lekë nuk i ka lënë gocës teme, as një cent.
Ai si prind kur, goca emi ka 13 vjet, ai s'di një cent mi i dhan gocës teme. Mi ble një pampers. Sepse Ariani pretendon që e ka kërkuar gocën, por nuk e ka gjetur dhe janë lidhur tani kohët e fundit nëpërmjet TikTokut. Po, ja ta kallzoj una pse unë oqa krejt ai mos me shiku ma gocën. Mas që isha në spital, ai e ditë gjenjen time që isha unë të babia. Edhe unë e kërkova që ta shikote gocën. Erdhi e shikovi në rregull. E shikova dheta që ai nuk ishte ma, nuk desha që t'ja nalosha gocën. Me vërtet rrugat e tonë deri këtu shputës nuk je ma burr për mua. Aman ti ke drejt si bab me jo përgjigj këtij fëmijës. Përkundrazish e din që ky fëmijë është i smu. Odeta, mas një javë që i bëna në spital, e thirrja pet, a di që shumë tha Odeta. Më tha, fjallën ma të funit ma tha, unë nuk kam fëmijë se shkërdhe edhe fëmijën edhe ty se kush nuk më interesoni ma. Për këtë fjallë Odeta, unë a gocën teme kam thënë ti kur ma as gocën teme as mos na shikon ma. Unë do dali kam thënë Odeta kur rrugash e do të arris gocën tem ty dorën ta shtri ma i kam thënë. Kështu i kam thënë. Mos kërkoj i thash mos tento ma me afru gocës teme dhe mua, thash nëse ta bëj atë që s'ta ka bë njeri. Për këtë fjalë që ti e ke thënë, thash una, me no mirë i thash Odeta. Edhe shumë Marsilda, vajza sot është e rritur dhe e kërkon babain. Si u ndjeve ti kur mësove që ajo e do babain e saj dhe do të lidhet? Nuk, Odeta, them drejten. Unë jam një shumë e vramë, pse unë shumë kam bujt për babes asaja. Edhe unë për Luciane kam pa shumë sene se një nanë. Unë kam dit me elan Luciane që shilejnë disa nana tjera. Kam dit me elan jetimore, kam dit me gjujt rrugash, edhe unë kam qenë e vogël. Ama unë si nanë, Odeta kam vujt shumë. Unë kam pa shumë sakrifica me rrit Luciane. Me vërtet Luciana mos kursëm ka pas afër vetes Odeta, po unë kam lënë dorë sigurt e kam lënë te nana jem te babaja. Edhe unë jam vrarë shumë te Luciana Odeta. Ka ba edhe a di si them, kur shikoj ku një gjë disa nana sot Odeta, kur i lejnë fëmijët edhe them mirë ja bajnë, se unë jam vrarë shumë te Luciana, pse unë për Luciana kam dalë rrugash Odeta. Kam punu shumë sena Odeta për Luciana. Për ne unë jam vrarë shumë për një pap 13 vjet, nuk e ka ditë as gjallë ai fëmijë. Zemër. Një ditë nuk e ka ditë që a di se ka ditë ma për atë fëmijën as gjallë, a ka vdek, a i mungon diçka. E sot mas 13 vjetëve, del, ai s'ka ftyrë bërë me dal. Ai s'ka ftyrë Odeta, nuk ka ftyrë, ai me dal aty në për mua. E dashur Marsilda, unë e kuptoj që je prekur kur pe vajzën që tregoj që nëna më ka penguar, dua të shkoj te babai, por unë e di që ti ke sakrifikuar shumë, por mos harro, ai, Arian Kallo, i mirë i keq, është babai i saj. Po, nuk jam kanë kundra Odeta, a di për çka, edhe ashtu që shka thënë Luciana nuk është e vërtet, që una e kam nalu, nuk është e vërtet kjo. Luciana ka pas atë hapësirën me fol me mua, nuk jam ka një nanë që mos me pas, a di, një nanë e sert, a jetë më kuptu, nuk jam një nanë e sert, unë jam një nanë që e kam leju Lucianën me fol me mua lirshëm, si me më pas shoqe. Për këtë unë jam një maskeqe të Luciana që mu Luciana të ma kishte kërku, mu më vjen ma shumë Odeta keq, nuk më vjen keq që ka shku te baba vetë, mu më vjen keq që Luciana ka prish çdo sent vetën për jetën e vetë këtu aratin e vetë, e ka prish edhe ka shku atje Odeta. Nuk jam kundra që ta njifte babën e vetë. Luciana aktualisht ka ikur te babai? Po. Ka ardhur në Shqipëri dhe është me babain? Por ti ke kontakte me vajzën? Jo. Odeta, them kështu, unë ja quva ajo tentovi Odeta me kusht me ik. Unë jam kanë 7 zanë, ma ka pru dhe 7 zani shumë keq, jam kanë 7 zanë, e kam përjetu shumë keq Odeta. Unë se kam prit ka Luciana me pak fjalë,
Se unë për Lucianën Odeta, nështë sot janë prindër me nanë me babë, edhe qysh ja kam plecu në teket e Lucianës, nuk ka sot nanë që t'ja ketë plecu Lucianës, edhe një jetë për më të mirë. Unë me të vërtet më kallnim shpirti që ja kam hek babi teme, që babi jem deri në 12 vjeqe, e ka majtë, jo si ka thënë Luciana, qyni me Luciana, të një vit ka Odeta, një vit e pa ka që rrinë në Sloveni me mua. Por ti e solli në Shqipëri, ajo këmbgulli që ta çohet e babaj, ti e solli në Shqipëri. Nuk e solla ona, Odeta, unë e bona babin time, me ardhë këtu, me ardhë me e marë, edhe i thash bab, ti ba qka dush, Luciana të e përpunën, që fillovi shumë keq Odeta me mua, s'ma një gjote fjallën, unë i foqa për të mirë, i thash, mos nga shkolla, kam qajtë, Odeta, unë nuk e kam ba veç shkollën, unë kam e nuk për gjithë shka për atë, unë kam punu rrugash për atë, Odeta, me pak fjallë, se aja të fillojnë shkollën, mos mungon që shumë kanë mungu mua. Unë s'kam ba shkollë Odeta, me një klas jam. Edhe du të them pse Luciana shkatrovi, këtu i kishte me shkollë e me kreta, ja kam plecu me tana burrit e me i falenderoj Zotin, si ka lanë gja magut, edhe sot me kanë edhe baba vetë Odeta, si ja kishte plecu teka që ja ka plecu burri jam. A i din, Odeta ma larkë se, a di para se mos tikte të baba vetë, kërkoj kompjuter, laptop, a di? Shkovi ja blevi 800 euro burri jem kompjuterin, tha do mësoj gjuhën, i tha, ma ble laptopin që më duhet. Shkovi ja blevi, çdo sen Odeta sa asaj mos t'i mungote, që të bëhet dikushi për veten e vet. Kam thënë, derisa të mushësh 18 vjet, të bëhesh dikushi, da të shko te baba jot. Ku dush, çka duhet dëshira jote? Deri 18 vjeç, një gjë e nana që un kam vujt, i kam thënë Odeta, kam vujt, mos ti provosh ata që kam provu unë në jetë. Tashi jam rahat, Odeta. Unë tashi që kam bë familje, unë pa bë familje kurse mora vajzën time, kam lanë te nana jem te baba jem ati Odeta, nuk e mora mas vetit, se unë jam aja nanë që derisa nuk e kam pa vetën time të sigurt, nuk e kam afru Lucianën afër vetit. E dashur, Silda, sa kohë boj që vajza ka shkuar te babaj? 3 javë. Në këto 3 javë të ka telefonuar? Javën e parë më shkrute, më thote si janë vajzat, edhe vetëm i kam thënë, a je mirë, a je lumtur, i kam thënë, që ke shku të ata, që ke hup shkollën, e ke hup krejt, nuk kam qenë kundër unë që e të njifte babën e vetë. Jo, Odeta, të më kishtë thënë ma, du që ta njof, po s'du që të largohem nga ty, nga shkolla, nga krejt sejnë që i kam këtu. Por sot, flet me vajzën? Jo. Nuk flas Odeta, për shkak që ajo filloi të qitë, fillon këto të qitë në për TikToka. Unë këta senet nuk i kam dasht Odeta, që goca jeme dalin asaj rrugë që unë nuk më pëlqen. Mu lys kam dasht Odeta, kam thënë ti e ala e vogël nuk, unë s'kisha që e pasaja mu ly, mu shminkat, thojmë ne me tualete, me sene. Kam thënë vishu ta ma që shike moshën. Unë për këta kam dasht Odeta që unë e kam majtë street, kam qenë aja nana që unë jam sprovu vetë, kam gabu vetë, kam bash do sen vetë, edhe e kam rujt Lucianës si dy syt Odeta. Kurse kam prit për Lucianës, edhe ma në fund Luciana dysht me ikte baba vetë, po vetëm për një gjallë them Odeta, që unë nuk më ka ardhë mirë se ajo vonë ka me i menu krejta këtë të mira që aja i ka, po vonë do jetë, a di, krejta të mira që i ka për jetën e vetë aja që i ka shkel me kam e me shku të familja tymbë, ajo ka mu pendu Odeta, aman me thënë drejtën Odeta, mu ma ka cuptu shpirtin, edhe më ka ftof. Ajo është vajza juaj dhe ty të dhëmë, sigurisht se mbetet vajza jote. Jam i sigur që të ka marrë malli. Odeta, a di që me ta shpjegu edhe una për një tem, a di pse historia jeme duhet me muje, me vite, them, që të shpjegoj historinë tema, una jam shumë e vujtë Odeta dhe kam vujtë shumë për Lucianën. Normal se më dhem shpirti, aman me këtë që
ku ka kërku babën e vetë, Odeta, flasim si gatë shpirti, mu më ka ftof krejt Odeta si nan, se kam prit kur. Nështë ka këto dy vajza që i kam sot, Odeta, kam prit çdo sen. Edhe i kam thënë edhe babit tem një ditë, e kam di që kam e vdek, e kam i myll syt për prej Lucianës kur se kam prit këtë gjë. Me ma bo kështu, Odeta. Aja e ka dit, Odeta. Aja nuk është, me vërtet është e vogël kështu, pa e din që una kam bë sakrifica për atë. Nështë nuk kam qenë fizikisht me atë, me jetu me atë. Po una kam qenë gjithmonë pranë asaj, Odeta, që mos mi mungu gjah, edhe kur kam bë familje, kur jam martu, Odeta, i kam thënë burrit tem. Una, Luciana, nuk e le, se unë jam një nanë që kam vujt për atë, kam sakrifiku shumë, edhe una menoj për jetën asaja. Edhe una kur nuk bëj familje, kam thënë, Odeta, pa e marrë edhe atë me vete, edhe pa ja ratu dhe asaj jetën. Çfarë do i thuash? Jo Çfarë do i thuash Lucianës sot? Inshallah aja është e lumtur atje, Odeta, ja uroj që t'jetë e lumtur. Që unë me i thanë, unë me thanë drejtën, Odeta, unë jam akoma më duket e pabesueshëm që ma ka bokte. Stif. E të mos ku e kam pën me atë emisionin tanë, Odeta, aty mu ka duk se nuk është vajza jeme. A di pse? Sa ja nuk ishte Luciana që kam rritu, që e kena rritë ne, adi, edhe Luciana që është, edhe unë aty e kam kuptu Luciana, se Luciana kurs në ka dash ne. Por i zhburit, çfarë do i thuash sot? Asi sen ati të s'mune me i thënë asë një sen, vetëm mune me i thënë që ato që a i ka fol, si a i si nëna vetë, duhet flasin realitetin, edhe për atë që ka thënë sa në Shkodër sa atene nuk është e saktë, që una po të kisha dalë ashtu, una nëse i kisha vjedhë Florit që kanë thënë, unë s'kisha dalë me lyp, apo nuk është kështu. Nëse kisha pas diçka të ardhur, që shkajnë fol ata, una s'kisha dalë me kërku pare. E dashur Marsila, më vjen shumë keq që je ndarë nga vajza, uroj dhe shpresoj që ajo të rritet dhe pak dhe ta kuptoj që nëna mbetet nën, edhe babai është baba. Ty të uroj jetës të lumtur me partnerin tënd të ri, me vajzat e tua, që ke sjell nga martesa e dytë, dhe uroj që të bashkohesh edhe me Lucianën. Dhe jam i sigurt që një ditë do ndodhi. Këtu s'munesh ma, Odeta, që una e kam lutë Lucianën shumë, Odeta, mos me gabu, ta menoj një mirë, i kam thënë Lucian, menoj mirë ku të ikesh për shkollës, se menoj mirë që e të ba, që e të kërku, aja thote nuk du me i të baba jem, thoshe, këtë lini ty aja dashnia për babën tanë, se unë s'po e kuptoj, ti s'munesh me dash një babë që s'kenet kora për atita, një babë që s'është kujtu për ty, mja këthy shpinën anestane me hup krejt këta gjanat. Una kam ba sakrifica dhere të ashti për Lucianën, se ma arrit Luciana këtu ku jena, unë edhe Luciana dhe fëmijët e mia, kurse Luciana ku shkovi? Luciana kërkoj një jetë që kam e vujt shumë, Odeta, me atë familje. Kam e vujt shumë, po inshallah më rezot kam thënë, ja kam shkrujt, inshallah më rezot t'jetë e lumtur, Odeta. Edhe inshallah i kam thënë edhe babës asaja, i kam thënë inshallah më rezot që shumë keni marrë mua 12 vjetë, inshallah nuk e martoni që keni traditën. E dashur Marsilda, jam e sigurt që do vi një ditë ajo do të kërkoj. Sigurisht dhe ta uroj me zemër që të bashkosh dhe pse je e lënduar. Unë të falenderoj që të pata në këtë live, të uroj vetëm lumturi dhe të përqafoj nga Tirana. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Madro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.